Çdo zë është një copë e rëndësishme në këtë puzzle. Pa të, ajo nuk do t'jetë e plotë. Jemi në Equal Voices Podcast dhe unë jam Agnesa. Për 6 episode me radhë në këtë podcast kemi diskutuar për shëndetin riprodhues dhe frytnimin e asistuar. Kemi diskutuar me deputet, me përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë, me organizata të shoqërisë civile, me specialistë të mjekësisë e pashtu kemi ndarë histori personale të grave në Kosovë, ekskluzivisht në Equal Voices Podcast, mbi sfidat e tyre, procedurat e IVF-it si dhe shpenzimet. Lajmi mirë deri më tani është se kjo procedurë ka filluar të ofrohet në klinikën e ginekologjisë, megjithatë nuk ka asgjë pozitive sa i përket projektligjit për shëndetin riprodhues. E pas këtyre 6 episodeve për këtë çështje, sot fillojmë me 6 episode të tjera që i dedikohen plotësisht edukimit seksual në shkolla. Fillimisht duhet theksoj se edukimi seksual në shkolla nuk nënkupton vetëm kurrikulën e shumë përfolur, po përfshin edhe shumë aspekte të tjera të jetës të cilat i formsojnë fëmijët dhe adoleshentët. Pa u futur në detajet të cilat do t'i thellojmë në podcastet në vazhdim, sot po i prezantojmë të ftuarin e parë për këtë temë. Arber Ramadani, jurist e gazetar i cili ka ndjekur nga afër temën e edukimit seksual në shkolla, është sot i pranishëm me ne. Mirë se erdhe, Arber. Mirë se gjithë. Ju keni ndjek nga afër edukimin seksual, të raca që janë publiku dhe gjithçka rreth saj. A mundi më na tregu cili është mendimi juaj rreth kësaj teme fillimisht? Kështu, na në Gazetën Nacionale aty ku punoj, e kemi ndjek nga afër këta dëracak cilët janë publiku nga Ministria e Arsimit. Më thonë që zhurma që u shkaktu për këta dëracak, nashta shkaktor për të jemi edhe na, për shkak që kemi dhënë një jehull të fortë. Mirë po duhet kjetë parasysh se tema si këto që janë sensitive për një shoqëni konservatore siç është shoqënia kosovare, faza e parë e cila i shkon qytetarit si informacion, ndoshta duhet jetë çështë. Pra duhet jetë e plasuar në publik fuqishëm, edhe në mënyrë si më thonë na videot që i kam bërë unë, 2 videot që kanë informuar qytetarin, ndoshta kanë tingullu sikur një skandal që u shkaktu në Ministrinë e Arsimit. Mirë po, në këtë podcast, me qenë se kemi hapësirë me fol pak më gjatë, unë po du me sqaru për publikun, për ata që na dëgjojnë, që unë e konsideroj si fazë të domosdoshme për pilimin e këtyre dëracakëve që është përpilu nga Ministria e Arsimit, dhe që është hapi rëndësishëm dhe hapi domosdoshëm për me hapë këtë temë. Pastaj vërejtjet që i kemi pas na dhe që i kam ende, është konsistoj në atë se Ministria e Arsimit, sipas meje, nuk ja ka kushtuar rëndësinë e duhur kësaj teme që është temë tepër e rëndësishme. Kur them nuk ja kanë kushtuar rëndësinë e duhur, gjatë hulumtimeve tona, gjatë gjetjeve tona, ne kemi gjetë se këta doracak që kanë pas për qëllim së pari informimin e mësuesve, arsimtarëve se si duhet sillen me nxënës për këtë temë, kanë qenë me gjas blanko të përkthym nga një libër i shkruar në Gjermani. Dhe kritika jonë ka konsistuar në atë se doracakët edhe komplet legjislacioni si duhet me u shkru edhe me u formu për një shoqëni, duhet me i përkit asaj shoqënie. Pra, nuk mundesh me marr një libër i cili është shkruar në Gjermani dhe me përkthy blanko dhe ai me u praktiku në Kosovë. Sepse ka dallime shoqërore mes Gjermanisë e mes Kosovës, në gjetjet tona na kemi ajo që na ka vërtetuar që këto veç janë përkthy blanko, kanë qenë edhe disa nga faqet e këtij doracaku, të cilët kanë qenë të përkthyme veç anglisht. Pra edhe në doracakët që kanë pasur me i përdorur mësuesit në Kosovë, kanë qenë anglisht, pra nuk kanë qenë shqip fare. Ndoshta e din anglishtën. Ndoshta e din anglishtën, por shoqënia jonë nuk është e përgatitur ashtu siç është ta zëm shoqënia gjermane. Pra, nëse pyetja është çka duhet bën Kosova në këtë rast në lidhje me këtë temë, është që duhet me ndjek shembujt më të mirë europian, mirë po me ja përshtat shoqënisë kosovare. Kur përpilohen doracak edhe çështje kaq ndjeshme si kjo, duhet me pas edhe dëgjim publik, duhet me pas konsultime publike. Çka është konsultimi publik për këtë temë? Konsultimi publik për këtë temë është nëse këta doracak kanë pas mu ekspozu të nxënësit,
nxënësit nuk e kanë aftësinë e veprimit në lidhje me këta doracak, mirë po e kanë prindërit e tyre. Në Kosovë ekziston edhe këshilli i prindërve në për shkolla. Ministria e linjës, në këtë rast që është Ministria e Arsimit, ka qëndosh me qenë shumë më e kujdesshme, ka qëndosh me thirrë këtë këshill të prindërve, me fol me ta dhe me përpilu së bashku një doracak që është i domosdoshëm unë mendoj për shkollat e Kosovës, mirë po që i përshtatët dhe që janë pajtim edhe prindërit për ata se që kanë mu ekspozu fëmijët. Cilat kanë qenë ndoshta problematikat kryesore dhe kyçe që kishte me cek për këtij doracako? Po, problematikat kyçe kanë qenë se libri në cilin janë thirrë këta kur e kanë formuar doracakun ka qenë se më thonë një libër krejt eksperimental. Ka qenë tepër progresist, aty ka, si më thonë, terma të papranueshme që kanë pas më ekspozuar nxënësve. Nuk u mor parasysh mosha e nxënësve. Ta zëm aty ka doracak i cili ka pas më përdorur edhe për nxënësit e klasës 4, klasës 5, që është moshë tepër e hershme. Pastaj është fokusi si më thonë ka qenë eksplicit te seksualiteti, e jo te aspekti psikologjik, jo te aspekti mjekësor. Ta zom, kur në Sloveni, nëse nuk gaboj në vitin 2011 është fut kjo lëndë dhe nuk është obligative, ato kanë qenë shumë të kujdesshëm ta zëm kur një mësues flet për edukimin seksual, kur flet për aspektin mjekësor, për shembull te shtatzanit e padëshirueshme ose etj, aty duhet me qenë patjetër edhe një infermier i pranishëm në shkollë që u shpjegon. Sepse nuk është e ngushtë veç edukimi seksual nuk ka të bëjë vetëm me seksualitetin për se, po ka të bëjë me aspektin mjekësor, ka të bëjë me aspektin psikologjik, me bile në Suedi, që është nga vitin 1955, kjo lëndë ka hyrë në shkolla dhe pse shoqënia suedeze është kaq e përgatitur në lidhje me këtë temë dhe pse duhet me marr shembull edhe prej Suedisë, është në Suedi vazhdimisht çdo vit avancohet edhe varësisht prej zhvillimit të shkencës, varësisht prej gjetjeve të reja që i bën shkenca, ato updatetohen, rishikohen edhe i përshtaten nxënësve. Pra, kritika kryesore, problematika kryesore e kësaj që nuk ka qenë ende kurikul, kanë qenë vetëm doracak, po për qëllim me shku te kurikula, ka qenë kjo se është morë blanko, nuk ka pas kujdes edhe ka qenë një libër eksperimental i cili ka pas me u ekspozu drejt nxënësve edhe drejt çfarë nxënësve, drejt një shoqënie që është kaq konservatore. Dhe më thonë, ky doracak realisht ka pas me thonë mësim nxënësve, të cilët kanë pas me u përgatitur përmes saj që ndoshta me transmetu që ato informacionet të nxënësit. Megjithatë ne dimë se deri më tani në Kosovë edukimi seksual nuk jepet as silon zgjedhore në shumicën e shkollave, me përjashtim një shkollës së dy sa di është në Ferizaj që e japin. Këto do më thonë kanë pas mu transmetu përmes lëndëve të biologjisë, njeriu dhe natyra, edukatat qytetare. A mendon që janë përputhje që ato që janë ato në raport me ato që janë këto libra, sepse nga diskutimet do më thonë, nga disa diskutime që janë bërë ndoshta edhe publike, këto që janë vetë në libra, thuhet se janë mjaftueshëm dhe në farë forme i përmbledhen ato që po flitet me u fut në edukimin seksual si lëndë veçantë. Po mendon këto në librat ekzistuese ta zëm në biologjinë këto jo, nuk mendoj që janë mjaftueshme, unë mendoj që edhe a kish mjaftuar që ky doracak me i përgatit domethënë që ta mësim dhënës edhe për këto që janë aktualisht, përderisa nuk kemi diçka tjetër si lëndë obligative. Po kuptoj, po jo si fazë e parë, nuk është për mendimin tim nuk është keq që në këto lëndë ekzistuese ta zëm në biologji dhe në lëndë që lidhen me edukimin seksual, një herë për fillim me u marr gjatë këtyre lëndëve me u shpjegu edhe edukimin seksual, por jo me çet doracak që janë publikuar dhe që tashmë ka pezullu ministria pasi raportuam që janë skandalöz. Por si formë nuk është e keq, unë mendoj. Si formë kjo do të jetë faza e parë sipas meje, që në lëndë ekzistuese të Kosovës me fillu me u fol edhe pak ma tutje, me u fol për aspektin psikologjik të seksualitetit, për aspektin mjekësor, me hyj pak ma thellë se që ka në librin e biologjisë ta zon. Por me një doracak tjetër të mirë përpilum, me qenë si fazë e parë ku profesorët arsimtarët flasin lidhe me këto tema, pastaj unë mendoj që si fazë e dytë, jo që është mendimi im, zbulimi im, po si kanë vepru vendet e tjera, vendet që kanë të përpiluar mirë këtë temë, është përveç në kuadër këtyre lëndëve ekzistuese, pastaj si fazë e dytë
mundet me hi si lëndë e veçantë edukimi seksual, por prap jo me qenë obligative, sepse duhet me qenë lëndë zgjedhore, sepse është një temë e cila jo domosdoshmërisht do të me u ekspozu nxënësit, sidomos sepse prindje ka atë kompetencën me vendos për fëmijën e vet deri në moshën 18 vjeçare dhe në shkolla fillore, pra ata janë 9-18 vjeç, e duhet me pas parasysh edhe dëshirën e prindërve për me vendos për fëmijën e vet apo don me leju me u ekspozu në këtë lëndë apo jo. Pra si fazë e parë, unë mendoj që është mirë me u përdor këto lëndë ekzistuese, por me doracak të ri që kanë me ardhur, që kanë me u përpilu prej Ministrisë Përkohëse, që është Ministria e Arsimit, dhe pastaj me shku te hapat e tjerë që është lëndë e veçantë e kështu me radhë. Qysh mendoni që do të më rregullu kjo në aspektin juridik, edhe ndoshta a ka problematika deri më tani nga ato që kanë prezantu ku nuk përputhen ku ka papërputhshmëri me ligjin? Po, në aspektin ligjor, si më thonë, korniza ligjore e Republikës Kosovës është mjaft e mirë për shkak se shembujt kryesor se si është konstruktu korniza ligjore e Kosovës është e harmonizuar me ligjet e Bashkimit Evropian, pra po flasim për në letër. Tash si ndodh përpinimi në këtë aspekt është se Ministria e Arsimit e ka togrin ligjor për me rregullu këtë temë përmes doracakëve dhe të tillë, se prej vitit 2016 është punuar këta doracak, është dashur me u punu, është inicu, po me gjos nuk u punu, po veç u përkthy. Pra korniza ligjore nuk është që është e papërshtatshme në Kosovë. Veç Ministria e Arsimit do të më përdor mekanizmat e vet, me bashkëpunim me organizatat përkatëse, dhe këta doracak me i inkorporu në shkolla në lëndët ekzistuese, pra ka hapësira me i fut në lëndët ekzistuese, përderisa të vim te faza e dytë, sepse nuk është një temë kjo se te na, jo vetëm në këtë temë, por edhe në shumë tema tjera, mendojmë që kryhen, si me thonë, për 2 muaj këto tema. Futet kjo lëndë shkollë dhe u kry. Në asnjë shoqëri nuk ka ndodhur kështu. Njerë është debati, e këta kanë gabimi politik në Kosovë që u bë, edhe për Ministrisë të Arsimit kanë menduar që këtë kjo punë shkon pa debat. Edhe kërkush kjo ona progresiste e shoqënisë, pse u bë kjo temë problem? U bë problem se duhet më bë problem, se në çdo shoqëni u bë problem. Se duhet me pas parasysh edhe që nëse nuk i kemi parasysh edhe aspektin konservator edhe ata njerëz që janë konservator, nëse ne nuk i kemi parasysh edhe ata, nuk bëjmë asgjë tjetër përveç se veç i furnizojmë ata me material për me kundërshtu një temë të tillë, dhe kemi shumë azër me inkorporu se tek e fundit kjo ka me qenë çështje praktike, për nxënësit kanë me mësuar lidhje me këtë temë. Edhe nëse nuk i kemi parasysh keq çdo rrethona, nuk kemi mja dalë me shtjellu, me qutë nxënësit. Ndoshta është edhe problemi tek terminologjia, se shumë edhe keq kuptojnë, edhe besoj numri i madh i atyre që janë kundër nuk e dinë as çka përmban edukimi seksual, vetëm merret domethënë gabimisht. Po nuk e dinë edhe për faj. Debatit e mirë edhe për këtë aspekt që më nuk e dinë edhe për faj. Po nuk e dinë edhe për faj të politikës. Pra sepse debatin e kemi shkaktuar na, e kemi shkaktuar mediat dhe disa organizata, po në fakt debatin do të me shkaktu vetë inicuesi i problematikës, inicuesi i regulativës. Në momentin që Ministria e Arsimit ka inicu këtë regulativ, u do është vetë me shkaktu debatin. Që shkakton debatin që këtë dëgjimi publik, që këtë konsultimi publik i bjen debat, që këtë konsultimi publik i bjen që ata do të me thirë prindin, do të me thirë konservatorin kryesor, dhe me debatu me të, me i ra probleme dhe në fund me të. Edhe aty tani lind debati, se nëse Këshilli i prindërve, ata nuk janë unanim, me thonë ketë, po jemi pro edukimit seksual, aty ka zëra ndryshëm. Në çdo debat mes Këshillit të prindërve të zonë, mes Ministrisë të Arsimit, lind tani debati dhe shoqëror, se shumica e njerëzve kanë fëmijë ose mendojnë me pas fëmijë. Kështu natyrshëm lind debati shoqëror, shkon te mediat, edhe një vjet, me qenë veç debat shoqëror është okay, është në rregull. Por tani, domthon Ministria e Arsimit pa debat, pa kurrë hiç, veç i ka publikuar faqe zyrtare doracak. Edhe prej sotit mi çon shkolla sa doracake, çështë nuk shkon. Por debati është i shëndosh. Unë për marr shembullin personal, unë kam qenë më shumë agresiv në videot e në shkrimit që i kum bë, se që mendoj për një me.
kam qenë qëllimisht agresiv për me shkaktu debatin. Në shkrimet edhe në videot e juaja, a keni tregu se çka është edukimi seksual që me kuptu ndoshta edhe konservatori më i madh, që me ditë për çka jetë fol edhe nuk jetë fol vetëm për një akt të caktuar. Po, e kemi pasur edhe këtë aspekt, po unë po du me thonë që në shkrimet edhe në videot e mia unë kam qenë më konservator se që jam për një me, veç për me shkaktu që debatin. Që këtë debat që u shkaktu me ne që e ka lindë dhe që të podcast që po e bojmë, na dy dhe që e ngon dikush. E që është i domosdoshëm, që është tepër i nevojshëm. Sepse nëse nolim e folim veç aspektin burokratik, korniza ligjore, kështu, nuk është problemi shumë atë. Se Kosova e ka kornizën ligjore, okej, ajo bëhet, është punë që rregullohet. Po që është më e rëndësishme është debati shoqëror, çka po dojna edhe ka po dojmë me shku, edhe harmonizimin e legjislacionit me Bashkimin Evropian, sepse shoqënia kosovare mendon me shku andej, por edhe me uni zoni edhe konservator, edhe me përpilu, pastaj, si me thonë, përfundimi i kësaj, është përpilimi i një doracokut, i një kurikules, e cila është përfaqësuese gjithëpërfshirëse. Asnjëherë nuk mundet më konë perfekte, as për progresistët, as për konservatorët, po me qenë gjithëpërfshirëse në shpjegimet tona, edhe me këtë podcast, edhe me videot, edhe me shkrimet që i bojmë, mendoj që mujna me mritë një konsenzus të ajo çfarë mendojmë me bë me u plasu të shkolla. E me që jeni mirë më shumë me këtë temë, a keni informacion pak më shumë se a kanë qenë të përfshirë kur është realizu ky doraca, kanë qenë të përfshirë mjek, ginekolog, ekspert mjekësisë, psikolog, sociolog, që i kanë parasysh edhe aspektet e tjera, se veç e cekëm edhe në fillim të podcastit të hyrje që edukimi seksual përfshin shumë më gjerë se sa ajo që vetë se kuptohet çështën tonë. Po, kështu nëse i shohim përpilus të doracakëve, aty ka edhe prej Ministrisë të Arsimit, ka edhe prej fushave tjera, pra nominalisht ka eksperta të cilët thuhet se janë mirë me këtë temë, por kur i hen hulumtimit pak më thellë, ti e shet që nuk ka pas, si me thonë, shkrirje mendesh të atyre sociologëve të profesionistëve. Sepse na kemi, unë personalisht e kam gjetë që mbi 80% e atyre doracakëve kanë qenë përkthim blanko i një libres në Gjermani. Pra nominalisht të aty autorët e doracakëve ti gjenë eksperta, edhe sociologë, edhe gjithçka. A keni provuar mi kontaktu me njërin prej tyre dhe mi pyet për çato për shembull në një aspekt psikologjik a pajtohesh me çfarë që e ke shkruar? Përbes nuk ka pas edhe nevojë mendoj unë me pyet sepse na kemi pas që ai veç e ka përkthy librin edhe nëse Ministria e Arsimit nuk ish zbraps për këtij doracokut, unë mendoj që kish shku deri ajo pas ku ne do të më i marr me i pyet çfarë po të po zbraps janë Ministrisë të Arsimit, momentin që e kam pas që ajo që po themi ne është e vërtetë, dhe që nuk janë mirë për një me ekspertat me këtë temë, sepse kur themi nuk janë mirë sociologët me këtë temë, nashta është marrë një sociolog në Gjermani. Po sociologin në Gjermani dhe sociologin në Kosovë duhet me dallu, sepse sociologën në Gjermani është sociolog i shoqërisë gjermane. Sociologu në Kosovë do të qenë sociolog i shoqërisë kosovare. Nuk përkon me realitetin. Nuk përkon, po edhe legjislacionet kur përpilohen edhe kushtetuta që është akti më i lartë juridike dhe politik i vendit, do të me u shkruan në çatë mënyrë që me ju përshtat qytetarëve të çatij territori, çatij rregullimit politik të çatij vendi, sepse nuk bëhet ndryshe. E me gjas, jo me gjas, po sigurt, me qenë se edhe e kam pezullu këtë doracak, në Kosovë nuk janë marrë ekspertët të këtij vendi me këtë doracak. Me që ky doracak është pezullu, çka mendon që duhet me bë Ministria e Arsimit që kur të vjen me një doracak të ri, mos me cënu ndoshta as privatësinë e nxënësve, dhe me qenë ndoshta më i përshtatshëm me shoqërinë. Po, unë mendoj që këtë që e folëm, duhet së pari me pas, mendoj që debati publik veç u bë, edhe po vazhdon me u bë, kjo është fazë shumë e rëndësishme. Mendoj që tash duhet me pas edhe debat me të afektumit direkt, në këtë rast që janë prindrit dhe që janë shkollat. Mendoj që duhet më qenë një debat i brendshëm, për shembull, prej debatit që mundet me qenë prej dëgjimit publik, prej debatit me këshillin e prindërve, mendoj që lind edhe kërkesa e tyre, që është e pashmangshme, që me qenë edhe një përfaqësues i tyre kur përpilohen këta doracak.
Dhe përveç aspektit shkencor, aspektit juridik, aspektit gjitha aspektet tjera regulative, do të me qenë edhe zëri i tyre i dëgjum atë. Dhe secili doracak, secila temë që kam me u rregullu atë, mendoj që do të me qenë zëri i përbashkët i gjithë këtij konglomeratit të njerëzve, cilët edhe do të ekspozohen ndaj këtij doracaku, dhe pastaj të vije deri te një doracak, te një regulativ që i përshtatet shoqënisë tonë. Pra këtu do të me qenë ju hapat për këtë temë, për secilën temë do të me ditë këtë qytetarë, këtë njerëz që na dëgjojnë, që çështo përpilohen ligjet, çështo rregullohen, normohen gjërat ndaj cilave ne pastaj kemi edhe të drejta, apo kemi edhe detyrime. Sepse kur një doracak i tillë shkon në shkollë, ti pastaj ke detyrim ndaj atij. Nuk mundesh me pas detyrim ndaj një gjëje për cilën ti nuk e pas zonë atë. Pra duhet me u dëgju zëri i gjithë. Dhe mendoj që kjo temë ka qenë, për shkak se është senzitive, ka qenë një temë shumë e mirë, me cilën edhe politikanët, edhe këta që e kanë këtë autoritetin me rregullu këto tema, ka qenë si me thonë një temë shumë e mirë që me kuptu që nuk mënen me e rregullu një temë pa u dëgju zëri i gjithëve. Edhe duhet me u dëgju zëri i gjithëve. Edhe i atij konservatori që mendon që hiç duhet me pas doracak në shkolla. Edhe ato duhet me marrë me dëgju, sepse prej debatit ai e ndron pak mendimin ky progresisti që mendon që do të në klasë 6 me ja kallëzu kondomin çikës e djalit. Edhe kjo e ndron pak mendimin se ngon konservatorin. Edhe kështu vije deri te një doracak që mendoj që është. Nëse do të thonë vime në doracak 3 dhe këtë kjo rregullohet, nga cila klasë mendon që do të dohen ndoshta të futet edukimi seksual në shkolla? Edhe si qoftë cilën zgjedhore. Do të me i shiku shtetet, ta zëm Slovenia është shembull që mundet me u marr. Slovenia është me moshë, prej moshës 14 vjeçare, për shkak të edhe gjetje shkencore. Për shembull, nuk mundesh ti me rregullu këtë temë pa pas parasysh aspektin shkencor psikologjik, kognitiv, sa njeriu mundet me marr, me ditë për një temë caktuar në moshë caktuar. Për shembull, ajo që ka qenë skandaloze në këta doracak e Pezullum tashmë, ka qenë ekspozimi, si me thonë, klasë të 6 në lidhje me këto tema dhe lidhje me specifikat e këtyre tema, specifika seksuale të këtyre tema, që është e tepërt. Duhet me pas parasysh që referencat shkencore, për shembull, që çojnë te Freudi te librat shkencor, kur njeriu mundet me ditë për këto tema, pastaj i rregullojnë edhe këtu. Unë mendoj, sipas mendimit tim, që prej moshës 14 vjeçare, prej i bie dikon klasa 8, klasa 9, mundesh përveç aspektit mjekësor, aspektit psikologjik, mundesh me u futë edhe në tema pak më, për shembull, për shtatzanin e padëshirueshme, për shtatzanin e parakoshme. Prej kësaj moshe, unë mendoj që prej klasës 8-9 është e nevojshme me u ekspozu dhe me ditë, nëse si ç'është shtatzania e padëshirueshme, sepse lidhet po them edhe me aspektin fiziologjik, edhe me aspektin biologjik, edhe me aspektin ndryshimet që i pasojnë adoleshentët. Po, që mundet me qenë i ekspozuar ndaj këtij rreziku, për shembull një vajzë e moshës 14-15 vjeçare mundet me qenë në shoqëni ekspozuar ndaj kësaj problematike dhe do të më paraprin një edukim paraprak. Po nuk ka nevojë në klasë 4, as në klasë 5, sepse ndoshta kjo është mirë edhe me u rishiku edhe me ndryshimet biologjike të njerëz që po ndodhin në botë, sepse ka dhe raporte që nëse një vajzë ka qenë për shembull ka pas cikël në moshën 14 vjeçare më herët, tash e ka në moshën 11. E në këtë rast edukimi seksual duhet të përshtatet edhe me këto ndryshime që pikërisht kur tash për Suedin, veç para mendoj në Suedia prej vitit 1955 e ka edukimin seksual në shkolla. Por ndryshimi i fundit që e ka bërë Suedia në lidhje me edukimin seksual në shkolla e ka në vitin 2018. Pra nuk e ka lënë ato të vitit 1955. Në vitin 2018 janë bërë ndryshime legjislative në kuvend
në Suedi. Pse ka ndodhur kjo? Pikërisht për shkak të gjetjeve që po i përmend ti, që janë shkencore, që kanë të bëjnë me trupin edhe zhvillimin e adoleshentëve, pastaj do lidhet gjithçka, ushqimi, ndryshimet klimatike, gjithçka që nuk është i njëjti, edhe gjetjet shkencore kanë qenë më të vogla, edhe pse njeriu ka qenë aty me këto ndryshime, por edhe ndryshimet që po i pson njeriu ato që quhen mutacione, që nuk i kam unë, por që mundet mi pas brezi tjetër, që pastaj trashëgohen, me këto merret shkenca, po me ato që merret shkenca, ato do të më inkorporu në legjislacion edhe në këto doracak, por nuk është një punë që kryhet, që u përpilu, dol në faqet ministrisë edhe përfundoi, po është një punë që duhet më u marr vazhdimisht. Pikërisht, jo si gazetar, me që e keni ndjek këtë temë, a prisni që të ketë reagime nga shoqëria edhe pasi që ky doracak të ndryshohet? Po, varësisht edhe qysh ka më ndryshu, varësisht më mendoj që intensiteti me cilën shoqëria ka më reagu, ka me qenë determinuese ajo se si kanë me u marrë çta hapa, apo se si kanë me u marrë këta hapa, mirë po, edhe në doracakun që në mendimin tim është më perfekti që i vjen shoqënisë, prap ka me pas reagim. Po prap reagimi nuk është i keq, prej përplasjeve, unë mendoj që lindin ide të reja dhe lindin vlera të reja. Pra ka me pas reagim prap, po si më thonë, nëse më pyet mu personalisht, tonë si gazetar që kemi qatë fuqin me imponu një temë shoqëni, nëse kanë me ndjek të gjitha hapat që duhet të ndiqim në përpilimin e këtyre doracakëve, në përpilimin e çdo regulative, nëse janë hapat e duhur, edhe na kemi me ullë pak intensitetin. Edhe kemi me ullë intensitetin arsyeshëm nëse mirën këta hapa. Normal ka me qenë një pjesë konservatore, shoqënisë nuk e pranon hiç. Qysh është edhe në Gjermani, qysh është edhe në Suedi. Pa këto duhet jenë aty, mirë po do të me ecë përpara, do të sipas mendimit tim edhe ka me ecë përpara, edhe ka me pas reagim, po intensiteti ka me qenë më i vogël, se nuk ka qenë intensiteti i reagimit pa lidhje, nuk ka qenë intensiteti i reagimit që doracak të edukimit seksual, këta nuk po dinë edhe po reagojnë çështo. Ka qenë i arsyeshëm. Po, i analizuar. Ka qenë i arsyeshëm sepse nuk u marr parasysh zëri i gjithëve, edhe duhet më marr parasysh. Mirë po, për që ka me qenë temë prap, edhe nëse ka me u shkru mirë, edhe ka me qenë temë, por nuk është a priori e keqe, me çështo, me çësi podcasta, me debate tjera, qytetarët kanë me u ekspozu ndaj kësaj teme dhe kanë me kriju një mendim të vetin personal lidhe me këtë temë. Kur përmendim na Suedin, kur përmendim Gjermaninë, na e dim që një pjesë e shoqënisë tonë don me shku me jetu në Gjermani, se thotë që sa e mirë Gjermania, që sa e mirë Suedia. Edhe pse jo me hi në Google, me hi me ly pak që ka të rregullum Suedia që temë. Pse në Suedi ka ma pak ngacmime seksuale, pse ka ma pak sulme seksuale. A dën ai prindi atja, dën vojza vet mos me pas sulm seksual në shkollë. A dën mos me pas ngacmim seksual. Nëse dën, ai do të me hi me ulumtu çka ka bë Suedia, ose çka ka bë Norvegjia, çka ka bë Slovenia, që është pak më ngat, që mundna me marr shembull më mirë. E çka ka bë është që kjo i ka përfill gjitha këto varësisht me gjetjet shkencore, i updateon, i rirregullon. Pra është një temë që nuk merr fund, por është një temë që duhet me u fol tërkohër, me u rregullu tërkohër. Por është një temë pak e mundimshme, po duhet me u mundu për pa e diskutuar temat e mundimshme, s'mundem me veç me kalu. Edhe për fundar për ju personalisht, a jeni pro apo kundër futjes së edukimit seksual në shkolla? Unë jam pro futjes së edukimit seksual në shkolla, po jam me faza. Për shkak se unë besoj që sadopak shoqërinë kosovare, jam që faza e parë me qenë që kjo, me lëndë që i kemi aktualisht, me biologji, me edukatën qytetare, me varësisht që është kurikula, në çato lëndë me u updateu disa doracak, me nis me u fol, kjo me qenë fazë, si me thonë, tash ata ekspertat e dinë më mirë, unë jam gazetar dhe jurist, pa ata ekspertat mënen me ditë më mirë, kjo po hamendsoj mënen me qenë, si me thonë, një tranzicion 5 vjeçar, 10 vjeçar, që në këto lëndë aktuale, me u futë edhe disa nga elementet, për shembull shtazanite këto po, klasën e 9, klasën e 8, me u futë gradualisht, me u fol, derisa të vjen shoqënia në një stad të tillë që mundet me u futë pastaj edhe si lëndë e veçantë. Po mendoj që nuk kemi ku i ikim kësaj me u futë si lëndë e veçantë dhe nuk kemi pse i ikim. Po veç gradualisht me rregullu që me ndjek shembujt më të mirë edhe me u futun, pra jam veç pro me kujdes. Edhe jo veç jam pro me kujdes kështu statik,
po jam pro me kujdes edhe aktiv edhe ku me i sot jam gazetar edhe çështo ku me i ndjek derisa kanë me u përfill keq çto hapa. Faleminderit Albert dhe faleminderit që keni vënë ndoshta edhe në vëmendje këtë temë se vazhdimisht na do të më pas gazetarë që merren me tema specifike që më mri deri te debati publik. Po faleminderit edhe juve, edhe ajo që ja u garantojë në dëgjuesve të podcastit është edhe kur del Doracoku i ri, kemi më qenë zëshëm në proporcion me Doracokun me rregullimin se çysh kanë me qenë. Pra nëse jemi shumë zëshëm, dini që u rregullu keq. Nëse jemi pak më pak, dini që në proporcion me rregulativen se çysh kanë me e bo ministria. Pro kemi me qenë mbikëqyrës, besoj edhe ju, edhe na dhe krejt ata që e kemi që të farë mundësin me imponu debatin, kemi me qenë kujdestar të kësaj teme, sepse është e nevojshme, po është e nevojshme me u përpilu si që dohet. Faleminderit shumë. Faleminderit Pikullë. Faleminderit që na shikuat e na dëgjuat, e ne jemi bashkë javën e ardhshme. Mirëmbëjtje.